civile dhe në fushën e jurisprudencës, ajo me cilën unë merrem. Por diçka që unë kam më të veçantë se kolegët është se jam burim i formateve si ridebate-i. Në kohën time kur unë kam qenë në gjimnaz, unë jam 26 vjeç tani, para 10 vjetësh kur unë kam qenë në gjimnaz, ridebate-i ka qenë një nga formatet që neve na mbante të updetuar në lidhje me mendimin kritik. Ka qenë një nga formatet e para që ne jemi hasur. Më vonë nëpërmjet po të njëjtit gjimnaz, Harry Full si kam qenë unë u bëra dhe trajneri i grupit debatit, kështu që kam qenë gjatë gjithë kohës prezent në fushën e debatit. Shpresoj shumë sot që ju të keni një strukturë të mirë argumentesh. Jam vërtet shumë kurioz për llojin e debatimit modern, le të themi tani, sepse 10 vite nuk jam pak që kur un kam debatuar për herë të fundit dhe shpresoj që më i miri të fitoj. Jemi shumë të lumtur që ju kemi sot këtu. Shumë faleminderit. Mirë, faleminderit Juris. Tani është momenti që ne të ndajmë edhe temën, pra të përzgjedhim se cila do të jetë tema e parë për këtë debat. Të debat që është unik sepse është vetëm një debat, ndryshe nga formati tjetër ku jemi mësuar të kemi 2 tema, në këtë debat do të kemi vetëm një. Ndaj do të ftoj një nga anëtarët e skuadrës së TBU. Edhe Kelvi ka qenë pjesë e ridebate tek shkolla teknike ekonomike. Okej, faleminderit, mund të ulesh. Tema e parë ose tema që do të debatojmë 2 skuadrat është zgjedhja të emigrosh të qëndrosh. Okej. Do të bëjmë tani dhe ndarjen e qëndrimit, do të ftoj një nga anëtarët e skuadrës të Universitetit Aleksandër Mojsiu, tek Globi aty këtu. Do zgjedhësh. Pra, e tregojmë nga kamera. Faleminderit. Mund të ulesh, e lëm aty te Globi. Nga ky moment do të keni 7 minuta kohë përgatitore, që do të thotë me njëri tjetrin mund të bashkëveproni, të ndani ndërhyrjet se si do të nisni debatin. Në rastin konkret do të nis debatin Aleksandër Mojsiu dhe pastaj do të vazhdoj skuadra tjetër. Keni parasysh strukturën e debatit, se kush fillon i pari dhe se si do të shkojmë deri në fund në përmbylljen që do të jetë skuadra pro. Asnjë nuk e ka mendjen, megjithatë ju uroj shumë suksese edhe fitoft më i miri.
Koha përgatitore ka mbaruar. Filloj me debatin. Të lutem ma njofto pak Justin. Jo më s'ka problem. Bëhemi gati tani, filloj me debatin. Përsa i takon temës zgjedhja të emigrosh të qëndrosh, do të filloj skuadra që mban qëndrimin prom, Universiteti Aleksandër Mojsiu nga Durrësi, do të pasohet pastaj nga Universiteti Tirana Business University, TBU, ndryshe. Suksese dyja skuadrave, keni mikrofonat në tavolinë. Nuk e di kush do e marr fjalën i pari. Dëgjohet? Është i ndezur? Jo. Shikoj, është i ndezur apo jo? Okej. Tani mund të fillojmë. Përshëndetje. Unë jam Lutike dhe për temën të emigrosh apo të qëndrosh. Të emigrosh nuk është shumë e njohur për ne, duke filluar që nga shekulli 15, ne kemi valë të emigrimit, gjithashtu për të përmendur emigrimit pas shekullit 19, ku Shqipëria doli nga izolimi i komunizmit si vendi më i dobët financiarisht në Ballkan. Për më tepër, liberalizimi i vizave në vitin 2010 solli një emigrim shumë të lartë. Duke qëndruar në Shqipëri, të qëndrosh në Shqipëri apo të largohesh është një çështje që ne të gjithë të rinjt e kemi gjën ndoshta si pikëqëndrimin më kryesor. Disa nga argumentet që mbështesin këtë që thash më lart janë remitencat si një shpëtim financiar, investimet e studentëve që mund të studiojnë jashtë shtetit në universitete prestigjioze, mirëqenia e jetesës në Shqipëri, shqiptarët dhe të rinjt si sipërmarrës të rëndësishëm. Të qëndrosh nuk do të thotë do të thotë të jesh i guximshëm dhe jo të mendosh vetëm për veten, por të mendosh dhe për shoqërinë së këtij ku jeton. Shumë faleminderit. Okej, përshëndetje. Unë që jam Kedri Durmishi, përfaqësoj ekipin e TBU-s. Në debatin e mbajmë qëndrimin kundër largimit ose kundër emigrimit ndaj rrojeve të një vendi. Atëherë, pyetja parë që unë doja të pyesja, me që ju përmendët emigrimin shqiptar që në vitet që në shekullin e 15. Cilat janë arsyet e emigrimit? Përshëndetje. Unë jam Igena, përfaqësuese e UAMIDOS. Atëherë, pikë së pari, fakti që njerëzit kërkojnë që të emigrojnë në një shtet të huaj, e para është ekonomia. Ne e dim shumë mirë që pas viteve 90 dhe rënies së komunizmit, ne kemi patur një ekonomi të shkatëruar. Atëherë, argumenti i parë që unë do të përdor për këtë pyetje është se bizneset e hapura në Itali, në shtetin tonë Shqinj, kanë qenë rreth 35.000 të tilla nga emigrantë shqiptar, që do të thotë rrjedhimisht kjo lidhet me remitancat që përmendi parathorsia. Pyetja ime nuk ishte kjo, pyetja ime ishte si ishin arsyet e largimit që në shekullin e 15. Arsyet e largimit ishin shkakjet e luftës. Dhe nëse ne vazhdojmë akoma me konceptin e luftës në Shqipëri ose marrim dhe komunizmin, prindrit tanë, gjyshrit tanë luftuan kundër komunizmit, protestuan, sakrifikuan jetën e tyre që Shqipëria të kishte liri dhe ne, mosha e re, po themi po mirë bën që sakrifikuan, ne largohemi, bëjmë lek diku tjetër, e lejmë Shqipërinë të gruposet më shumë. A mendoni që është më mirë ta gruposim Shqipërinë apo ta ndihmojmë atë? Patjetër, dhe ti sapo ma pohove në një farë mënyrë argumentin tim, sepse remitancat të cilët emigrantët sjellin, në një farë mënyrë e kanë ndihmuar Shqipërinë deri në këto kohë dhe në zhvillime, jo vetëm në faktorin ekonomik, por edhe në përplasjen me kultura të tjera, duke marrë në një farë mënyrë edhe forma të reja të zhvillimit, si nga ana politike, si nga ana ekonomike apo kulturore e sociale. Atëherë, përshëndetje. Dëshiroj të shtroj një pyetje konkret ekipit pohues. Siç pa të përmendur që situatën e rënies së komunizmit për shtetin shqiptar, do doja që t'ju pyesja, a mendoni që emigrimi ka ndikuar në këtë gjendjen e tanishme të shtetit shqiptar kur ne krahasojmë shtete të tjera që kanë vojtur nga regjimi komunist në të njëjtin rajon siç ishte Slovenia apo Kroacia, dhe tani kur bëjmë krahasimin makroekonomik të këtyre shteteve,
ka një disbalancë shumë të madhe. Pra, a mendoni që ky lloj emigrimi, ky fenomen ka ndikuar në shtetin shqiptar? Jo, unë nuk mendoj që kjo ka ndikuar në shtetin shqiptar, sepse politikat financiare që janë në vendet e ndryshme dhe tani janë shumë ndryshme se ato që janë në Shqipëri. Dhe jam shumë dakord që ka shumë mungesa për të rinjt apo edhe në të gjithë vendin shqiptar, por kjo nuk është diçka që vendoset për shkak se ata emigrojnë, është për shkak se politikat financiare nuk i sjellin ato. Dhe kjo është një Okej, tani do vazhdoni me pyetjet. Më thënë jemi tek kryqëzimi i dytë, pala pro pyet palën kundër. Jeni ju që duhet pyesni. Po, ishim akoma te koha kur bënit pyetjet dhe merrit përgjigjet. Mbaron 6 minutë, 7 më fal. 3 minutë. Dhe tani kanë të drejtën pala tjetër që të bëj pyetje. Okej. Yes. Vazhdojmë. Okej. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar juri, e nderuar ekipi POES dhe nderuar audiencë. Unë jam Mendi Saliko, përfaqësues i Tirana Business University dhe kam për përfaqësuar ekipin tim për të mohuar aspektin e emigrimit dhe përse është në fakt më efektive që shteti shqiptar të qëndrojë në Shqipëri. Së pari do të dëshiroj të përgëzoj argumentat e palës pohuese, se sa të mirë struktura ishin, por ama do më duhet që të kundërshtoj disa aspekte pasi në aspektin e remitancës le ta marrim në këtë lloj mënyre. Sigurisht, remitanca ka për të kontribuar në ekonominë e brendshme të Shqipërisë, por nëse ne futemi në teorinë e GDP-s për kokë, imagjinoni sa përqindje vogël e kësaj le të themi pasurie që individi kontribon kësaj pasurie që individi kontribon në një ekonomi të brendshme, është kjo remitancë dhe se sa para shkojnë nga ky individ në taksat e këtij shteti ku emigrojnë dhe po ashtu në shpenzimet dhe blerjet e brendshme në ekonominë e brendshme të shtetit të emigrimit. Po ashtu diçka që do doja që përpara se të futemi në argumentave, do doja që të bënim disa përkufizime në mënyrë që rrjedhshmëria e këtij debati të ishte edhe më efektive. E para njëherë vendi i origjinës mund të përkufizohet si vendi ku individi ka lindur dhe në këtë tematik mund të vendosë që të zhvendoset për atij vendi. Ndërsa vendi në të cilin emigrojmë është vendi subjekt i cili ky lloj individi ka për të kontribuar gjatë procesit të këtij emigrimi. Për të gjithave këtyre mund të vështrohet argumenti që individi mund të shkojë jashtë shtetit për të zhvilluar më shumë në aspektin arsimor dhe për të le të themi zbatuar profesionin e tyre. Por kjo, sipas statistikave, është komplet e kundërta. Sipas Byros Federale të Punës në Amerikë për raportin e 2023-shit, shtetasit e jashtëm pra ndërkombëtar vinë në shtetin amerikan, marrin atë lloj specializimi ose atë lloj arsimimi dhe më vonë vetëm 48% e tyre zbatojnë atë profesion që ata kanë zgjedhur që të arsimohen. Ndërkohë që shteti i vendlindjes së tyre mund të themi që ka për të dhënë më shumë hapësira. Përse? Sepse individi mund të shkojë aty dhe të marrë le të themi atë arsim cilësor që këtë vitet e fundit e kemi parë që është bërë akoma dhe më vështirë duke bazuar në situatat gjeopolitike të shtetit amerikan, siç ishte në rastin e Universitetit të Harvardit, i cili ka mohuar vazhdueshmërinë e studimeve të çdo shtetas të huaj, kur një maxhorancë e madhe e këtij trupi studentor është nga vetë jashtë Amerikës. Kështu që le mos t'i futemi asaj pale që ka jo stabilitet në pjesën e arsimit për individët që vendosin të emigrojnë. Le të shkojmë te faktori që individi mund të shkojë të specializohet dhe të futet në atë lloj profesioni, vetëm që më pas të gjendet pastaj në vështirësi administrative për të vazhduar jetesën e këtij procesi të emigrimit. Një dokumentar i zhvilluar nga Deutsche Welle, i cili shprehte shqetësimet e individëve të cilët emigronin, shprehte që diku tek 65% të çdo emigranti has vështirësi madhore, të cilat e bën ata që të rikthehen në vendin e lindjes së tyre. Pse? Sepse administrimi i lejeve për të rinovuar është temasë shumë burokratik. Dhe kjo nuk është një model i vetëm shtetit gjerman, ku Deutsche Welle ka origjinën, por është në gjithë Bashkimin Evropian dhe po ashtu në Britaninë e Madhe. Për të gjithave këtyre, le të futemi në situatë më të keqe të mundshme, që individi vendosi që të arsimohet, individi vendosi që të kontriboj, por nuk pati do të mundësi për të gjetur atë lloj profesioni në specialitetin e tij. Ne në ekonomi kemi konceptin e game theory të ekuilibrit të nashit.
unë këtë si situatë do ta quaj situatë më të keqe, pasi mori mundin që të linte familjarët e tij, të linte shoqërinë e tij, të linte mundësitë e zhvillimit në shtetin e tij, vetëm që të shkonte në një shtet dhe të bënte punë akoma më pak të specializuar se sa mund të gjente në vetë vendlindjen e tij. Dhe këtu individi, pra sipas Matrixit të game theory-t, ka arritur të marrë të gjitha të këqijat dhe ka arritur të mos marrë asnjë nga të mirat. Mendoj që isha më së i qartë në shtrimin e këtyre argumentave, por le të themi të drejtën, duhet marrim çik edhe aspektin e shtetit shqiptar. Individi vajte jashtë shtetit kontribuojnë nëpërmjet taksave, gjë që automatikisht ul buxhetin qeveritar të shtetit shqiptar. Duke ulur buxhetin qeveritar të shtetit shqiptar, ne mund të marrim rrjedhimisht ato pengesa në aspekt monetar për të mbështetur ndihma sociale, siç është aspekti i arsimit, siç është aspekti shëndetësor dhe siç është aspekti social. Këta individ kanë për të lëvizur jashtë shtetit duke automatikisht zvogluar moshën rinore të popullatës shqiptare. Çfarë ndodh më vonë është që kemi për të patur një përqindje shumë të madhe të moshës së madhe, e cila së shpejti ka për të dalë nga tregu i punës, e cila së shpejti nuk ka për të dhënë ato lloj produkte apo shërbime që mund të jenë, e cila së shpejti ka për të rrezikuar në rënien e sistemit të gjithave aspekteve sociale të shtetit shqiptar. Këta shqiptarë të cilët do dalin në pension fundi janë dhe vetë familjarët e këtyre individëve që vendosen të emigrojnë. Kështu që në një pikë ne mund të japim dhe argumentin që ata zgjedhin të përmirësojnë jetën e tyre, vetëm që të fundosin ata njerëz të cilët vendosen të rinin në Shqipëri, të kontribuonin në shtetin shqiptar dhe më vonë të mos shikonin asnjë lloj gjëje. Përse? Sepse mendonin ose kishin dëgjuar që jeta jashtë shtetit do ishte si një fushë me lule, kur në fakt provohet komplet e kundërta, se mos në shtetet anglishfolse, që u duhet të konkurrojnë jo vetëm me shtetasit e vendlindjes, pra të origjinës të atij shteti që emigrojnë, por po ashtu dhe me trupin ndërkombëtar që janë vazhdimisht duke futur, akoma dhe me të specializuar ose më pak të specializuar për atë punë specifike. Po ashtu le të themi të drejtën, remitancat mund të kontribuojnë, por ajo para mund të ishte shpenzuar akoma dhe më shumë efektishmërisht, duke hapur biznese, duke dhënë punë të reja dhe duke zhvilluar dhe duke kontribuar akoma dhe më shumë nëpërmjet aspektit të taksave, siç pata prekur dhe paraprakisht që do ishte arsimi, sepse nuk do ketë të specializuar, duke u larguar specializimi, dhe pjesa arsimi nuk do arsimohet dot, dhe automatikisht, siç kemi parë dhe në vitet e fundit, programet studimore të mësuesisë janë duke u mbyllur. Gjithsesi mendoj që kam qenë më së i qartë duke shprehur të gjitha këto lloj shqetësimesh që emigrimi mund të sjellë në kombin ton, dhe ju falenderoj për vëmendjen. Atëherë, përshëndetje, unë jam Marta Kosta, përfaqësuese e UAMD-s, dhe dua ta kap pak të pjesa që përmendët ju. Fushë me lule. Ne duke qenë që studiojmë për gjuletërsi, dua të kapem pak të epitetet. Atëherë, unë mendoj që edhe në Shqipëri nuk është as pak fushë me lule, siç nuk është jashtë shtetit. Absolutisht dakord me ty në këtë pjesë. Por dua të pyes direkt. Atëherë, më thej që 48% e popullsisë e zhvillojnë profesionin jashtë. Po këtu, sa përqind e atyre që studiojnë, marrin shkollë, dalin mirë, kanë mesatare të mirë, e zhvillojnë profesionin, të ta japun më pak se 48%. Faleminderit. Më falni, kisha një pyetje të vogël, më vjen keq që po ju përgjigjem me një pyetje, por ku e keni dëgjuar që un kam përmendur që 82%? Okej. Po. Dhe nëse mund t'ju them, a mund të më rithoni sërish pyetjen? Ju tha që 48% e personave që kanë profesion në Shqipëri e zhvillojnë jashtë shtetit. Po të pyes, sa përqind e personave që kanë një shkollë e zhvillojnë profesionin brenda shtetit? Mund t'ju them, t'ua japon një përgjigje e shkurt. Edhe pyetja që ju po bëni po del prap në disfavor të emigracionit, sepse ju po kërkoni të dini se sa pak, sepse ai tha 48%, se sa pak e njerëzve po qëndrojnë në Shqipëri dhe po aplikojnë punën e tyre brenda Shqipërisë. Dhe mund t'ju them rastin që ndodhi me rastin e mjekësisë, që zoti kryeministër Edi Rama
vendosi një rregull që nxënësit që dilnin nga tavolinat e studentëve në mjeksi të fillonin të bënin një lloj stazhi këtu, sepse ishte domosdoshme duke parë lëvizje masive që ndodhte të mjekëve jashtë vendit. Kështu që vetëm me këtë fakt të thjeshtë që ne e kemi përjetuar të gjithë, mund të shohim se sa e domosdoshme është qëndrimi i të rinjve dhe i studentëve brenda shtetit shqiptar. Atëherë, unë e vlerësoj shumë argumentin tuaj, por nuk besoj se ishte përgjigje pyetjes time. Unë pyetja direkt, sa përqind e personave që zhvillojnë shkollën e lartë dhe kanë arritje shumë të lartë brenda vendit, e zhvillojnë profesionin e vet shumë mirë brenda Shqipërisë. Dhe për aq kohë sa ju nuk po më jepni një përqindje të saktë, besoj se edhe në Shqipëri është më pak se 48%. Qa do të thotë që është më keq për në Shqipëri se sa jashtë vendit. Sipas mendimeve dhe sipas atij argumentit që hodha unë. Patjetër, nëse ka dikush fjalën, jam Atëherë ju merresh me gjuhë letërsi siç thatë, gjë që unë vlerësoj shumë letërsinë, por duhet të them. Ne nuk thamë që Shqipëria është fushë me lule, dhe nuk po themi që dhe jashtë do jetë fushë me lule, por mund të shohim që në Shqipëri, pavarësisht mungesës së profesionistëve, sepse të gjithë emigrojnë, 64% e studentëve që mbarojnë arsimin, sipas Instatit, Ka mbaruar koha. Okej. Mund të vazhdoni? Mund të vazhdoni me fjalimin e dytë. Atëherë, pikë pari, unë I kam kapur me pika të gjitha ato që kolegu I përmendi më parë. Remitancat për të cilat ju folët janë remitancat të deklaruara, që do të thotë dorasi, sepse ne e dim shumë mirë që në kulturën shqiptare kemi remitancat të cilat nuk deklarojnë dhe kalojnë dorasi, gjë që ju të cilën nuk mund ta masni. Por ne e dim shumë mirë që në kulturën tonë ne I ndihmojmë të afërmit tanë. Së dyti, ju kapën në aspektin egoist që shqiptarët largohen për mirëqenien e tyre. Unë mendoj që kjo është e gabuar, sepse pikë pari ne largohemi në mënyrë që të marrim formime të reja, zhvillime të reja, punë të reja. Dhe këto zhvillime ka shumë shqiptarë të cilët kthehen dhe bëjnë biznese në Shqipëri. Duke marrë fare edhe nga të afërmit tanë, pra duke marrë një përqindje vetëm nga të afërmit tanë, ne kuptojmë që shqiptarët investojnë në veten e tyre duke u shkolluar jashtë, duke hapur biznese jashtë, në mënyrë që ata të rikthehen në Shqipëri dhe sadopak të japin nga formimet e tyre. Së dyti, për sa I përket programeve të mësuesisë, të cilat zoti Edi Rama tha që ju nuk mund të largoheni nga këtu pa përmbyllur procesin e në një farë mënyrë specializimit, unë mendoj që ti nuk mund të burgosësh një rini në mënyrë që ti ta mbash të qëndrojë në vend duke bërë reforma të gabuara për të. Pra një rinie ti nuk mund t'i thuash hajde puno këtu tek unë me 400 euro dhe me një kufizim të caktuar të studimeve, sepse ti këtu ke shumë mangësi për sa I përket edhe informacionit, duke qenë se marrë dhe në aspektin që unë studioj për gjuhë letërsi dhe në shumë raste unë nuk gjej informacion lidhur me punimin që unë dua të bëj. Dhe ti nuk mund t'i kërkosh një studenti ja këtu tek unë me këtë informacion të caktuar që unë të jap, puno për 400 euro, por mos shko në një shtet të huaj, mos u specializo, mos merr dije më shumë dhe ta zhvillosh në vendin tënd. Pra, në një farë mënyre, hapi I parë është dija, hapi I dytë është ekonomia. 400 me 4000 euro janë pak si është një diferencë shumë e madhe për një individ I cili kërkon të zhvillojë dijen e tij dhe aq më tepër financiarisht të ndihmoj edhe familjen e tij që mund të qëndrojë në Shqipëri. Përshëndetje, unë jam Klea. Së pari doja t'ju jepja një lëvdat për fjalimin që ta filloj nga e parë. Së pari doja t'ju jepja një lëvdat për fjalimin që mbajtët. Atëherë unë do kapja një pjesë për arsimimin, që studentët largohen për të arsimuar. Nëse arsimimi nuk do t'ishte aq I aksesueshëm diku jashtë, nuk do kishim shifra si në vitin 2011 largoheshin 5000 studentë dhe në vitin 2014 largoheshin 25000 studentë për një formim më të mirë. Dhe nuk mendoj që të largohesh për një formim të mirë është I gabuar. Sepse një student shqiptar kur largohet për një formim më të mirë në një universitet në Europë, normalisht që ka lehtësi më të mëdha në tregun e punës në Shqipëri, sepse jemi koherent me shoqërinë që jetojmë. Një individ që formohet jashtë, ka mbaruar në universitetet e Vienës, të Anglisë, të Francës, kur vjen në Shqipëri e ka më të lehtë aksesimin e tregut të punës. Normalisht, ndoshta dhe diplomat je vlen më shumë. Nuk do doja të thoja që diplomat shqiptare nuk vlen, sepse vlen goxha dhe ne këtu po jetojmë. Por
përngjasojnë njëra tjetrës, ndërsa familjet fatkeqe janë fatkeqe në mënyrën e tyre. Le ta marrim Shqipërinë dhe shqiptarët si një familje të madhe. Dhe ne, për sa i përket formimit ton, le të themi që jemi pak fatkeq. Dhe gjithmonë kërkojmë të shkojmë diku në një familje më të lumtur mbase, dhe për ta ndjerë pak atë formimin e lartë dhe për tu specializuar dhe për të pasur arritje më të mëdha artistike, por dhe shkencore normalisht. Faleminderit. Mund të vazhdoni? Okej. Tanis? Përshëndetje, unë jam Danja Nana, jam përfaqësuese e grupit të TBU-s për idenë e qëndrimit. Duke vlerësuar të gjitha argumentat e paraqitur nga grupi që ishte pro emigrimit, në argumentat e dhëna ne mund të shohim fare qartë pse individët duhet të qëndrojnë në tërhet e saj dhe ta zhvilloj atë. Më kujtohet shpreha e Papa Franceskut, i cili kur vizitoi Shqipërinë për herë të parë, tha se shqiponja shqiptare duhet fluturojë sa më lart, por jo ta harroj folen. Dhe ne kemi ardhur në atë pikë që jo vetëm e ka harruar folen, po e shikojnë si po shkatrohet Shqipëria dhe nuk po bëjnë asgjë për të. Unë dua të shikoj disa elemente paraqitur më përpara. U përmendën shumë remitancat. U përmend shumë fakti që na vijnë shumë remitanca, ne na ulet GDP-ja e vendit ton. Ne nuk kemi më prodhim brenda vendit. Ne po zhdukim disa struktura bazë të tregtisë, të ekonomisë. Remitancat ne nuk na ndihmojnë. Ne na rrisin inflacionin brenda vendit. Ne jemi të rinj, ne mund të duam nesër pas nesër të blejmë një shtëpi dhe ti nuk arrin dot ta blesh, sepse prej remitancave dhe të ardhurave që vijnë nga vendet e tjera, çmimet e shtëpiave në Shqipëri janë rritur në stratosferë dhe nuk janë të blera nga vetë shqiptarët, janë të blerë nga ato remitancat që ju përmendët. Remitancat nuk na ndihmojnë në asnjë lloj aspekti, nuk janë taksa që paguajmë për shtetin, nuk na ndihmojnë në infrastrukturë dhe as në arsimin ton. Dy bazat e shtetit, arsimi dhe mjekësia. Në asnjë nga fushat ne nuk po zhvillohemi, sepse e tërë elita e shtetit ton po largohet. Po distancohet nga ky vend për faktin që të gjithë shikojnë për një jetë më të mirë. Një propagandë që unë do e thoja, që ne kemi thënë largohemi jashtë për një jetë më të mirë, do jetë më mirë nga ana tjetër, dhe vetëm kur shikojmë nga ana tjetër se sa racist mund të jenë ata ndaj nesh, se sa mundësi ti ke pasur brenda vendit shqiptar, por jo themi, është janë më e mirë andej, një rrugë më pozitive dhe ne do ja dalim banë andej. Po pse nuk punojmë ne në vendin ton? Ju thoni infrastruktura, doni të zhvillojmë IT-n, doni të zhvillojmë skencën, po do niset në një moment në Shqipëri. Do vi dita që dhe ne në Shqipëri do duhet ta nisim t'i hedhim këto hapa për zhvillim. Pse duhet shkoj unë si studente sot dhe të zhvilloj vendin tjetër, të paguaj taksa në vendin tjetër? A mund ma jepni këtë lloj arsye? Unë të paguaj taksa për shtetin zviceran, unë të paguaj taksat për shtetin italian, që italiani të marr rrogën, të marr pensionin dhe të rinë në shtëpinë e tij? Unë të shkoj dhe të punoj, të pastroj hotelet e vendit tjetër? Jo, punoj me shtetin tim dhe kur thoni për rrogat, është proporcionale. E gjitha është proporcionale. Ju thoni andej 4.000 euro rroga, këtu 500, llogarisni pak sa paguajnë taksa, llogarisni pak sa është kopshi fëmijëve, llogarisni pak sa është qiraja, sa të afërm kthehen dhe thon Shqipëria shqyr. Çdo njeri ka vendin e vet, çdo njeri ka kulturën e vet, çdo njeri ka komunitetin e vet. Njeriu është qenie umane dhe do të jetojë në komunitet. Por ne me shtysën që është dhënë nga qeveria jonë në vitet e fundit, ne kemi shtyr pafundësisht propagandën që duhet ikim jashtë. Pse duhet ikim jashtë? Që ne të na vinë investitorët e huaj dhe të na blejnë ne tër bregdetin e Shqipërisë, që ti bregdetet shqiptare të cilat ishin nga vetë qytetarë që mund të shkonin të bënin plazh, janë tani të zëna nga oligark që dalin protestues mosha e fundit, mosha e vjetër, sepse studentët janë bindur me idenë që nuk bëhet Shqipëria. Pse nuk bëhet Shqipëria? A mund ma tregoni ju këto? Shqipëria bëhet kur ka njerëz që duan ta bëjnë, kur ka studentë siç dolën në komunizëm që thanë ne jemi lëvizje studentore dhe duam ta bëjmë. I bëjmë ngritjet për të nxjerrë 2 poste në Instagram dhe ikim largohemi. Gjejmë rehat në vendin tjetër. Ikni, studioni, krijoni kulturë në vendet e tjera, po hajde implementojeni këtu. Nuk është fare diskutim ky. Kjo është absurde të thuash që duhet të emigrosh jashtë. Ti je shqiptar, ke trojet e tua, ke vendin tënd. Guri i rënd në vend të vet. Ne jemi i vetmi popull në tër botën që jemi të rrethuar nga shqiptar. Ne nuk dim të mbrojmë vendet tona. Ka dalë ideja tani që Kosova është Kosovë, nuk është as Shqipëri. Po ndahemi brenda vetes, po luftojmë njëri tjetrin duke ikur jashtë. Nuk e mbroj kur zhvillimin që ju thoni mund të ikin në Itali. Çka ka bërë Italia? Zhvillim drejt turizmit që atë po bëjmë dhe ne. Dhe kryeministri Meloni po thoshte ne kemi humbur çdo lloj fushë tjetër. Ne kemi humbur në çdo lloj fushë tjetër, jemi vetëm në turizëm. Nuk ka më prodhim të brendshëm, nuk ka më zhvillim në infrastrukturë, është e gjitha turizëm.
vëllezër, këtë duam ne për Shqipërinë, që e vetmja fushë jona atje turizmi, mos kesh as IT, mos kesh as prodhim, çdo vend në Shqipëri dhe të gjitha të fokusuara në Tiranë. Përveç emigrimit jashtë vend, ne kemi dhe emigrim shumë të keq brenda vendi. Por ne duke e pranuar këtë lloj fakti, ne po drejtohemi të gjithë drejt një bote e cila nuk është më, është një distopi totale. Ne nuk shohim më nga sytë dhe themi kjo është e vërteta, por ne nuk mund të pranojmë propaganda që në zhvon para nesh si një të drejtë absolute. Unë po ju paraqes faktin dhe të them se më vjen shumë keq që më duhet ky diskutim dhe e vlerësoj shumë faktin që grupi që ishte pro emigrimit nuk ishin kaq pasionant për largimin e shqiptarëve ndaj Shqipërisë dhe e vlerësoj pafund, sepse vërtet me besim të plot mendoj që Shqipërinë duhet ta kenë vetëm shqiptarët. Nuk dua as investitorët huaj, dua që dhe ata që vinë dhe emigrantët që ne na vinë brenda Shqipërisë e përdorin Shqipërinë si një katalizator për të futur në Europë. Nuk e do njëri Shqipërinë për ta zhvilluar. Nuk po të vjen ty pakistanezi ose indian të zhvilloj Shqipërinë. E përdorin, e lën gërmadh dhe kështu përfundojmë ne. Kështu që duke falenderuar edhe ju rin dhe palën tjetër, kjo ishte ideja ime dhe unë jam gjithmonë pro qëndrimit brenda shtetit shqiptar. Faleminderit. Atëherë, të lëvdoj për entuziazmin që ke për Shqipërinë. Edhe mua më pëlqen shumë Shqipëria, por nuk jam kundër largimit për një formim më të mirë, artistik, shkencor, dhe të vish pastaj ta implementosh këtë zhvillim në Shqipëri, sepse Shqipëria vërtet ka nevojë për një formim. Përmendet çmimet e larta të shtëpive, po pse mendon se unë kam dëshirë të blej një shtëpi me çmim të lartë, por detyrimisht shqiptari emigron që të bëj ato para dhe të vi ta blej ato shtëpinë me çmim të lartë këtu në Shqipëri. Përmendej që vetëm ne shqiptarët duam të largohemi nga vendi jon. Kjo nuk është e vërtetë. Ke edhe vendet europiane shumë të zhvilluara, student që shkojnë nga Franca në Vjenë për një formim më të mirë në Universitetin e Arteve. Ke student që shkojnë nga Europa për në Harvard, për në Oxford. Pse? Sepse ka një formim të mirë. Ne shqiptarët nuk do të thotë që nuk e duam Shqipërinë, pse largohemi për një formim, pse largohemi për të ngritur një ekonomi dhe pse jo që të vim dhe ta zhvillojmë vendin tonë. Atëherë, gjithashtu, do thoja që për sa i përket jetesës jashtë dhe ajo që themi për presionin për pagën, le të themi që dhe këtu në Shqipëri nuk janë kushtet aq të lehta për të paguar një kopsh fëmijësh. Dhe përveç faktit që nuk janë të lehta për ta paguar një kopsh fëmijës, sepse e di mirë, sepse un kam një fëmijë të vogël, është më e vështirë fakti për gjetur një kopsh të mirë fëmijësh, sepse un kam mbi 6 muaj që po kërkoj një kopsh të mirë për fëmijën tim dhe nuk po mundem dot ta gjej. Pse? Sepse asnjëra nuk plotson nevojat bazë, kushtet për zhvillimin dhe formimin e një fëmije inteligjent, të shkafët, dhe që pse jo mund ta zhvilloj Shqipërinë. Normalisht edhe unë jam pro që të shkojmë, formohemi dhe ta zhvillojmë Shqipërinë, por është shumë e vështirë për ne që mbarojmë studimet, investojmë para, investojmë kohë, investojmë dëshirë, dashuri në atë që mbarojmë dhe në fund të ditës, në fund pas 5 viteve shkollë, bachelor plus master, ne nuk gjejmë dot një vend pune, por përfundojmë duke punduar në call centera, duke bërë diçka që nuk duam dhe në fund shqiptarët janë depresiv. Normalisht, sepse të punosh një punë që nuk e do bëhesh depresiv. Të mundesh të lexosh, të studiosh, të harxhosh duke filluar për të studiuar për universitet që në moshën 15 vjeçare dhe të arrish në këtë moshë dhe të mos kesh mundësi pastaj që ta tregosh zhvillimin dhe potencialin që ti ke, normalisht që do thuash, ndoshta ja shteti do të kisha arritur një gjë më të mirë. Ndoshta edhe në Shqipëri mund ta arrim. Por derisa të vi ajo ndoshta që në Shqipëri mund ta arrim, do mbetemi që mbase edhe ja shteti do kishim arritur diçka më shumë. Kështu që gjithandej është e vështirë. Por formimi shkollor jashtë është më i mirë dhe për më tepër të hap më shumë treg pune këtu në Shqipëri. Shpresoj mos kem marrë shumë kohë. Keni edhe 15 sekonda. Super, atëherë. Këto 15 sekonda po i shfrytëzoj në mënyrë për të thënë që ai shqiptari i cili emigron nuk e ka shkatëruar punën e tij. Ata shqiptarë të cilët po qëndrojnë dhe po vazhdojnë me këto reformat dhe politikat e vjetra janë ata të cilët po e shkatërrojnë Shqipërinë. Dhe e dyta, këta 35.000. Koha ka mbaruar. Faleminderit. Shumë faleminderit dy skuadrave. Dua një duartërkitje sepse sikurse për ta është era parë që jam pjesë e një formati të tillë edhe për ne, kështu që do t'i kërkojnë ndjesë ndoshta për matjen e kohës apo edhe për çfarë do lloj tjetër problemi që mund të kemi asur. Ishte një debat i mirë. Kjo është koha që Juria të marrë një vlerësim dhe të bëjë ato diskutime dhe debatin midis njëri tjetrit, kështu që do t'i japim
diskutojnë me njëri tjetrin dhe do zbulojnë pas pak se cila do të jetë edhe skuadra që do të vazhdoj gara. Po mund të lëvizë.
Okej, bëhemi gati tani të marrim edhe rezultatin. Ja, ulëm. Të gjithë. Jemi gati? Justin, jemi gati? Okej. Mirë, pa humbur kohë, do zbulojmë tani edhe vlerësimin, komentet e juris, padyshim, edhe sugjerimet për ata që do të kenë pastaj mundësinë që të vazhdojnë pra të kualifikohen në fazën tjetër, që është nesër, me gjysmëfinalet dhe finalen e vogël dhe të madhe, kështu që fjala është për jurin, nuk e di kush do ta marrë fjalën i pari. Shumë faleminderit për debatin. Sigurisht është debati i parë dhe ka dy faktorë shumë të rëndësishëm që janë prezantimi me formatin e debatit edhe emocionet e para, kështu që këto janë faktorë që ne si juri i marrim parasysh patjetër. Kritika e parë që kam unë është në lidhje me strukturën si skuadër dhe me qartësinë që ju keni rreth argumentit që bëni. Jo në lidhje me debatin ose me këtë crossfire-in që kishit për të bërë, por në lidhje me argumentin si e formoni ju si skuadër. Ndarja brenda llojit tuaj duhet jetë pak më e qartë. Pra, sigurisht fillojmë me një argument kryesor, prezantojmë argumentin dhe çdo gjë më pas duhet të rrjedhë nga ky argument kryesor që është prezantuar në fillim. Dhe kjo gjë mungoi, u ringjall një moment, pastaj u vanit prap. Pra duhet ta keni nën kontroll ju argumentin brenda atij 7 minutit që ju keni për ta formuar, sepse u prezantuat me temën tani dhe kjo është detyra që ju keni gjatë 7 minutit. Presupozohet që ju temat i dini, presupozohet që ju temat i keni para përgatitur dhe vetmja gjë që duhet bëni tani është që të riformuloni argumentin që keni përgatitur më përpara. Dhe një kritik tjetër që unë e kam personale është në lidhje me burimin e informacionit. Duhet edukoni veten tuaj që burimi i informacionit është shumë i rëndësishëm. Kjo ju bën juve ndryshe nga debati kafes. Pra në biles tani edhe në kafenen e po mundohemi që t'i mbushim mendjen njëri tjetrit që burimi është ky. Pra edukojeni veten që okej, do formojmë një argument, por duhet shoqërohet me një burim. Kjo e bën më të mbështetur dhe argumentin ju bën dhe ju më të sigurt. Sepse është një top që ja pasoni skuadrës tjetër, le të themi. Shumë faleminderit. Nuk kam çfarë të shtoj më shumë asaj që Aldi e tha me shumë drejt, duke qenë se ai vetë ka trajnuar ekipe studentësh të cilët marrin pjesë në debat, edhe përgëzoj sepse disa nga ekipet që ai ka përgatitur edhe kanë fituar i debatin, kështu që e di shumë mirë strukturën dhe prandaj edhe ne si gjyqtarë ndam në 3 komponent kyç struktural, linear, pra si shtrihet ajo, strukturën logjike, por gjithashtu edhe ato që quhet performim, pra, sepse është shumë e rëndësishme tek pikët që ne dham edhe argumentimi etik dhe moral, për cilën mora edhe disa këshilla shumë të mira nga Zysha Ida. Tek folci i parë, proja, do më thënë, ishte pa qartë zbërthimi i hyrjes, strukturës, argumentimeve bazë, pra është njësoj, si kur të fillosh të lexosh një libër dhe të zhvillohet ngjarja që në 3 faqet e para. Pra, shtrirja me të cilën ne argumentojmë kundrejt palës tjetër, duhet të jetë e qartë jo vetëm për palën tjetër, por edhe për atë që dëgjon. Ky quhet debat. Pra, debati nuk ka vetëm sens të debatoj me një palë që po të dëgjon dhe që është kundra teje, por është edhe një palë që është atje që po na shikon, e cila do të kuptojë dhe do të thithë informacionin bazë. Dhe informacioni bazë
krijon premisat e një debati ose të shëndetshëm ose ata asaj që tha Aldi, që pati disa pika të cilat hynin dhe dilnin, po të pastilizuara mirë. Dhe u përgjigj me shumë të megjithëse nuk kishin kohë për të marrë as shënime për të bërë një kundërpërgjigje, sistemi empatik i grupit andaj funksionoi më mirë kundrejt një sistemi të pazhvilluar që në hyrje. Ndërsa te kundra, tek fjalimi, unë do t'i jap vetëm një këshill, fjalimin e kishe të plot në kontekst, po duhet ta përdorësh qartësinë më mirë në debatet e ardhshme. Pra, analiza gjithmonë kërkon qartësi. Qartësi që e pam te kolegja që ke ngjitur, edhe e cila i dha debatit një hovë, por i dha një mundësi edhe ekipit nga ana e kundërt të ngrej nivelin e debatit për të cilën neve patëm ato rezervat tona. Kështu që faleminderit, kjo është një shembull shumë i mirë për të gjithë ekipet e tjera. Ne vim nga gjykime me gjimnaze të cilat kanë një përgatitje të tmerrshme, një pjesë e tyre janë jashtë Shqipërisë aktualisht, por është mirë që të gjithë ne të marrim pjesë në atë që konsiderohet debati publik. Kush e formëson debatin publik, nëse ju jeni jashtë debatit publik, kështu që merrni pjesë sa më shumë herë që ju ftoheni për të marrë pjesë në atë që quhet formësimi i debatit publik, sepse debati publik 80% sot e mediave sociale është vulgaritet, të themi të drejtën. Kështu që ja jap fjalën me shumë dashuri Blertës. Faleminderit të gjithëve ju për gëzime njerë të dyja skuadrave, sepse duhet t'ju japim pak pozitivitet. Jam dakord me komentet e kolegëve të mi, ne u ndalëm i diskutuam, i pam anët pozitive dhe jo shumë pozitive të dyja skuadrave. Të gjitha komentet besoj dhe ju e mirë kuptoni që qëndrojnë dhe nuk jeni këtu për të na dhënë ne të drejtë, por jeni këtu për të përmirësuar veten tuaj. Dhe mendoj që pavarësisht kohës, rrethanave, momentit, emocioneve, ju keni bërë më të mirën tuaj dhe jeni impenjuar maksimalisht. Këshilla ime, si ndoshta pak edhe nga ana femërore, do ishte më e drejtë dhe ta shpreja, është që nuk është e nevojshme gjithmonë të flisni me burime informacioni, me detaje historike etj. Pavarësisht këto japin peshë debatit, por e rëndësishme është flisni dhe nga eksperienca juaj, sepse të gjithë kemi nga një eksperiencë emigrimi në familje, në rreth, në shkollë, edhe në universitetin ku ju ndërveproni. Kështu që bëheni aktuale dhe të ndjeshme nga perspektiva juaj. Tani do kalojmë tek pikët, siç thash, të dyja skuadrat kanë bërë maksimalin e tyre dhe më të mirën e tyre. Unë do vazhdoj me pikët për UAMD-n. Ne kemi vendosur të japim 250 pikë dhe TBU-s 274 pikë. Faleminderit të dyja skuadrave dhe suksese. Mirë, faleminderit jurisë për vlerësimin, faleminderit të dyja skuadrave, faleminderit Universitetit Aleksandër Mojsiu për përgatitjen edhe për arritjet që kanë pasur deri në këtë fazë të kampionatit. Nga ana tjetër dua t'ju uroj suksese Tirana Business University për fazën tjetër që do të jetë nesër. Të gjithë janë përgatitur dhe padyshim kanë bërë më të mirë, sikurse tha dhe Blerta. E di që është klishe, por e rëndësishme është pjesëmarrja në këto lloj aktivitetesh. Edhe unë e gjykoj që vërtet shërbejnë këto lloj aktivitetesh për t'ju formsuar ju, sikurse tha dhe Ladi, dhe do doja që vërtet kishte pak më shumë zell për të marrë pjesë në aktivitete të tilla, se vërtet na mungoni, por na jepni edhe neve një shtys për të bërë më mirë edhe ne si organizator në lloj aktivitetesh të tilla. Mirë. Shumë faleminderit. Suksese.
do doja që të kishim edhe një foto me secilën nga skuadrat para se të largohemi. Para se të largohemi, ju lutem do doja një foto